Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim në një video të re. Unë quhem Majlinda, për ju që po më shikoni për herë të parë. Edhe dini ju tani që kur shikoni video YouTubers bëni një subscribe, se nuk ju kushton gjë, po neve na ndihmon shumë. Gjithmonë nëse keni dëshirë. Tani unë jam bërë gati, si rregull duhet isha në punë në këtë orë. Kam lyer dhe flokët mbrëm. Edhe kishim elektricistin prap që të vinte të rregullonte ç'a duhet të rregullonte. Nuk i rregulloi. Kisha marrë leje për 2 orë e gjysmë në mëngjes, dhe ndërkohë që ai po shikonte ç'a ishte gabim me heating edhe me ngrohjet kaloriferët e këto, kisha mundësinë të drejtoja pak flokët, se vetëm kam çuar Elin Alinën në mëngjes shumë herët te shkolla në Breakfast Club dhe u ktheva sepse duhet isha këtu në orën 8. Çfarë është kjo? Pambuk rrobash. Edhe erdha sepse duhet isha këtu në orën 8. Tani ai nuk rregulloi gjë, prapë e ka bërë temporary, përkohësisht që të punoj, sepse kur kanë ndërtuar kuzhinën që është e re, kanë futur gjithë kapujt e vjetër në mur, kështu që nuk e di. Gjithsesi unë javën tjetër kam pushim, se ju thash nuk marr dot më as leje te puna, domethënë se lash nam. Kështu që do mundohem të ma lën për të hënën, se do i shumë kohë që të rregullohet. Kështu që ne me shumë mundësi do jemi në shtëpi. Edhe tani jam për gati dhe kam pak fare kohë që të shkoj në supermarket, duhet marr disa snacks për Elin e Alinën, sepse sot kemi Secret Santa tek puna. Edhe duhet që do i marri një babysitter që merr shumë fëmijë nga shkolla, e njohim domethënë. Por Elin Alinën është hera e parë, po ta shikojmë se si do shkoj, se duhet i marri vetë premten ajo që unë mbaroj pak më vonë, se bëjmë ato sistemimet e fundit para pushimeve. Por duhet marr snacks për ata, edhe duhet marr ndonjë gjë për drekën që kemi me punën për Secret Santa që e kemi pas shkolle. E me shumë mundësi do marr ndonjë pije, lëng frutash ose diçka, sepse një pjesë gatuaj, një pjesë blejnë gjëra të ndryshme, kështu që do marr pije sepse nuk di ç'a të marr tjetër. Edhe duhet të kthehem prap tek puna. Nuk kam ngrënë asnjë gjë, kam pirë vetëm një kafe kur po drejtoja flokët, por është okay. As nuk kam bërë order drekën, duhet të çoj emailin tani. Edhe kështu, kam veshur këtë Christmasy jumper, trikon që kisha marrë nga Kali Gift për një bashkëpunim në Instagram, me qëra lafi mund të më ndiqni edhe atje. Edhe ika tani, do ju le të shikoj ç'a kemi filmuar nga fundjava, futbolli, gjërat, nuk e di. Dje zbuluam. Parku aty ishte, po shkuam domethënë. Në tek parku që kemi më afër këtu, është diku tek 8 minuta në këmbë, që praktikisht është shumë afër. Edhe ka edhe paddling pool, dhe ishte shumë e madhe se ajo që kemi afër shkollës, edhe fëmijët u kënaqën, ju pëlqeu shumë. Kështu që jep, të fik dritat unë tani edhe të iki se u bëra vonë. Nuk e di, domethënë kam sistemuar gjëra këtë fundjavë akoma, por ka shumë sepse raftet bëjnë punën e vet. Gjithsesi jemi mirë. Një çikës fare nga kjo tavolina e vockël këtu, që dua ta bëj si studion time të vockël. And I love it. Erdhëm në shtëpi. Kemi ardhur vonë sot, se kishim Secret Santa, si që kisha thënë. Këto janë rrobat e Alinës që kishte Forest School. Aty janë gjëra që kishin marrë për të ngrënë. Ajo gruaja që po i pante. Edhe këtu janë dhuratat e mia. Dhurata sot nga 2 nxënëse edhe nga Secret Santa. So, njëra nga nxënësit këtë kartolinën, shumë e bukur. Merry Christmas and Happy New Year. Edhe këtë filxhanin më pëlqeu shumë
sepse është me zogj që mund ta përdor gjithë vitin, jo vetëm tani për Krishtlindje, se më janë bërë shumë kështu me Krishtlindje. Kishte këtë kremin brenda që është për duar. Edhe unë kam filluar ta përdor shumë kremin e duarve, sepse edhe në kontakt me ujë, plastelin, ose tani që është ftohtë jemi jashtë, thahen duart. Edhe janë me salted caramel. Have you finished, Roel? Ndërsa tjetra. I don't hear chocolate. Ja, a mund t'i lidhësh ato flokët lart, mami? No. Kjo ishte çanta tjetër. Oh my god, I forgot. What? Kishte 2 çokoladë të vogla, Lind, që i hangra si kisha uri, edhe një me susam. I'm sorry. Edhe është kjo, ishte shumë e bukur, Plum Kiss, është kështu lip gloss. Edhe ka edhe këtë që mund ta vendos te qelçat për shembull, që mund ta mbaj. Kjo ishte shumë cute. Edhe do ta heq nga kjo edhe këtë stilolapsin me ngjyra. Mund ta shikojni çka çulat, por thjesht ideja domethënë e dhuratave është shumë cute. Ndërsa tek from Secret Santa, unë i kam hequr nga paketimi, për kishte vendosur në çantë. Crispy Bites, që janë këto çokolada. Kjo ishte shumë mirë, ka edhe aromë, po tani me thënë drejtën përtoj dhe pa hap për shtëpi. Ka një sticker këtu që me shumë si ka qenë çmimi. Ka shumë i lezetshëm, ta vendosur për aromë në shtëpi. Mom, I got a Christmas card from one of the teachers and it's Mr. Garner. Wow, can I see? Është kjo hair clips. Shumë të mira dukej. 2 si këto. Edhe Dear Alina, have a lovely holiday. See you in the new year. From Miss. Miss Ugana. Can I see? Oh, I'm a joy love heart from her. Edhe ky kremi duarve. Tani presupozohet që gjitha këto të jenë për 10 pound, sepse unë mora një shishe verë që bëri 9 pound. Edhe kartolina, çanta, normalisht shkojnë më shumë se 10, po të gjitha këto presupozohet të kenë bërë 10 pound. Nuk e di sa duhet jenë më të shtrenjta, po anyway, e falenderoj shumë kushdo që është Secret Santa. Edhe kështu, këto ishin dhuratat për sot. Tani të bëjmë detyrat shpejt e shpejt, s'kam bërë asnjë gjë për darkë. Edhe nga që po gatuaj vetëm te multicooker është pak si tricky dhe mbrëm kam bërë kos, kështu që do ta nxjerr kosin nga aty. Edhe nuk e di që do bëj dhe një gjë të shpejt sepse kanë ngrënë shumë atje, i kisha marrë dhe ushqim që të merrnin me vete. Edhe do shikoj që do sajojnë dhe një gjë sa për të thënë. Të bëjmë detyrat edhe do të sistemoj pak shtëpinë. Nesër do vija ajo kolegja ime këtu që t'i bëj fajt. Pasi të mbarojmë, kemi edhe kurs nesër, kështu që jep. Kam plot gjëra për të bërë. Kështu. Çantat nuk është se më tuja një, vëti herë. Edhe kështu, shemi nesër, ose më vonë, nuk e di. Me premte, sot që po filmoj, nuk e di premte, po. Nuk e di si ka ikur java. Ishte një javë e lodhshme, por e mirë. Kam marrë vetëm disa gjëra
Disa gjëra të qenë ka që s'kam bërë tamam shopping, po është goxha ushqim në frigorifer, kështu që marrim avash. Kam marrë një sallatë jeshile, nuk e di nëse do e bëj sonte. Kam marrë misra, dua t'i ziej dhe mbase i marr me vete se ka reli futboll nesër, kështu që do të haj mëngjesin. Do bëjmë dhe lëngë portokalli, edhe nuk e di mbase marr pul me vete, se dua të bëj dhe pul pastaj, ose marr misra, bajame, marr kastraveca, marr avokado, blueberries, moll, që i hanë shumë, këtë do me thënë si, gështenja, tomate, duket se kam për një 2 në frigorifer, portokalle, nuk i kemi përdorur akoma ato të tjerët, që më duken shumë më të lëngshëm, po, anyway. Alina Roel! Edhe patate top kishte kjo brënda, po sa të mbë një gjell. Dhe një unë tje kisha bërë makarona yll, edhe do i ngrof prap, sepse është gjunat i hedh, kisha bërë shumë. Edhe kështu, nuk e di që do bëj, pastaj mbase të bëj gështenja, pastaj misrin, pastaj pulën, nuk e di, po misrin mund të vete në mëngjes, kështu që do bëj njerë një çaj për vete, sepse sot i kam pirë 2 kafe, edhe nuk dua të pi një tjetër, se është ora 4:30 edhe nuk është vonë, po s'dua të pi shumë kafe. Kam marrë leje prap të hënën të puna në mëngjes, sepse duhet të vi elektricisti që nesër kemi futboll. Bazë dhe i dhe shi, duhet të kontrolloj të gjej robat e Alinës, sepse ka forest school, që shkoj në një, është afër shkollës, si tip parku, po them, ka një pelg me ujë, rosa, pemë, gjëra kështu që eksplorojnë. Edhe duhet të gjej çizmet, ato pantallonat që janë kundra shiut, xhupin, që t'ja bëj gati për të hënën. Edhe është java e fundit, java tjetër është java e fundit, marrim pushimet. S'ishte keq t'i mbaronim që sot, siç kanë mbaruar disa shkolla, por okej, nuk kanë kohë se pastaj ne mbarojmë me 19, edhe është vetëm 5 ditë deri për Krishtlindje, domethënë. Anyway, kemi prap në shkurt pastaj një javë, kështu që mirë, gjuna mos ta ankohemi. Prit për mamin Roel. Kemi një treg fiks aty. Sa kalojmë derën që është të shtunave dhe të dielave. Shiko, kemi një market aty. Go, këtej. Kujdes. Do marrim autobusin tjetër që të ecim më shumë Roel, me që keni marrë skuterat, okej? Kanë futboll, festive futboll sot, këta mund të marrin një gjë kështu festive. Let's go. Duket, cool. Hajde, merre skuterin, mami, merre skuterin në dorë. I was running with you, so when it's the football just started, Yeah. you could play football too. Well, I can pass the ball. Si babi nuk las dot, po është e puna tani. Qa të bëjmë? Ja si gjurin ty me topin. Okej. Hajde. Edhe unë s'është se doja të rija këtu.
pas ka babagjysh sot këtu, Alina. Ha? Pas ka një babagjysh, shiko. Si babagjysh ish veshur ky, me atë thesin me ëmbëlsira, edhe tha që të zgjedhësh një. Yes, ja do ju thot edhe atyre. Rihanna's gonna go. Of course. Of course, everyone loves sweets, I think. Yeah. Oh. E gjetëm më në fund. Këtej, Erion. Këtej. Po atje pashat e parkun, do ketë në hyrje. Recreation ground. Where? For the cows, not for you. Tani diku do jetë. Pas ka dhe kështu garden. Po, another train. Ja ku I shikoj lodrat atje unë. Nuk e di po kalohet këtej mbrapa ose anash, po. Po se po. Ja ku janë atje. Sa I bukur qenë ka këtu, të bësh piknik. Are people swimming or something? Jo. Më të vogla, për... Janë kështu këto, nuk janë për njerëz. Janë të shtetit. Ja dhe paddling pool. Alina, hajde këte nga lodrat. Ju thash unë që u bë kosi? Ja. Është fantastik. Dhe kaq, më duket se hodha më pak se gjysmën e shishes me 2 lugë të plota gjelle me kos brenda, kështu që ja super vlen. Është ora 8:10. Po mami, po është komplet mjegull sot. Po mi mami. Do you remember the traffic light, Alina? Just like here. Yeah. Ring out the bells. Ka nik të gjithë nga pa... Kujdes, o mami. Mom, Po. smiley emoji. Është atje lart. How did you Si candy cane. Can I look it over? Okay. No! Oh, Roele lëvizë këtë. Okej, ti bëj zigzag tani, pastaj do shikojmë ç'do bëj Alina. No, Alina to be prepared. Okej, hajde Alina. No, really. Please, but Alina, please wait. I've never
I've never had video. Come on, Elena, I'm so sleepy. Wait, Pit, Dani. Ta shikoj. What's up, guys? Welcome to my YouTube channel. Dani. Right now, we're going to see Alina's best domino channel ever. Go. Oh. As you see, Bravo, Alina. that was a S'kam filmuar sot fare. Kam bërë pastrim sistemim të shtëpisë, rrobave, lajë, lavatriçe, nxjerr. Edhe jemi veshur. Edhe do të bëja pak shopping. Do të takojmë pak Grace, se më morën telefon edhe kështu si papritur. Jo që nuk do ditnin, po kemi një veturinat. Edhe marrim dhe një qese. Me mbaruar frutat e gjithë gjërat. Po mami, mund të hash tani. Dosh një copë kek. Çfarë kohë sot? Është çdo javë ajo aty, mam pse? O, çfarë kohë e mirë. Ma trego pak Elfin. Ma e pak. Ai që kishim ne ka humbur magjin, nuk po bën gjëra më. Kështu që morëm një elf tjetër. Even these two top ones. Të vrasin fytin ato më. Oh, you see what you made? Come on now. What? You made me to do this. Nuk po ju bëj kështu supermarket haul të detajuar, se i kam futur ca gjëra dhe të akulli. Vetëm shikojeni vetë pak a shumë. Se ne ishin paruar qita frutat edhe shumica e gjërave. Edhe ka akoma për të marrë, por me që kalova nga Lidl, thash po i marr këto. Edhe të gjitha janë 57. Oh, sot i madhe. Thoni Merry Christmas! Merry Christmas. Gëzuar Krishtlindje. Eugene. Gëzuar? Gëzuar. Jo, thuaje mirë, të lutem. Gëzuar. Krishtlindjet. Krishtlindje. Bravo. Po ti, Elfi, që kemi në aty. Asgjë. Hello. Oh. Gjaj si gogol këtu, nga drita. Hello, nga mbrëmja, Alina. Që e duke bëti? Zombi voskël. Don't rush him. Welcome back to mommy video. Oh, sot i madh. I sistemova të gjitha gjërat më në fund i kam bërë krejt, po thuaj se krejt punët, se nuk mbarojnë asnjëherë. Edhe shikojeni pak nga që kur është fundi të shkolla që marrim pushimet, sistemojmë çdo gjë të mundshme, pastrojmë ato gjërat e plastelinës e 1 milion gjëra, kështu që iku ky. Nuk e mbaj mend fiks se ku ngeci, por iku. Gjithsesi janë rritur edhe për një javë do jenë Krishtlindjet, kështu që unë nuk do i mbaj kështu thonjt. Edhe i kam nxjerr që t'i bëj sonte, nuk e di si do t'i bëj, po flisja pak me Besën edhe donte t'i bënte edhe ajo e nuk e dinim, ndam ca ide, por nuk e kemi vendosur se si do t'i bëjmë. Do t'i çoj me foto që mos harroj se më shkruajti njëra në Instagram, njëra nga ju që më ndjek, që do t'i marrë dhe ajo. Edhe do i çoj me foto furrën, sepse ajo është, unë e kam marrë para shumë viteve, besoj që tani janë më lirë në Amazon, nuk jam e sigurt, por duhet kujtohem t'i bëj foto edhe t'ja çoj. Edhe e kam bërë gjitha enët, se ishin bërë aty, kisha bërë një super sup me multikukerin tim të dashur, si i thotë Leoni, tenxheria e zgjuar. Edhe është Big Brother sonte, kështu që unë duke bërë thonjt e duke parë Big Brother. Nesër është e diel, do zgjohemi avash avash. Oh. Edhe kam një takim nesër që mendoja që e kisha javën që kaloi me i kuqit paraditja të dielën, kur mund të kishim parë për shembull bojrat ose ndonjë gjë për shtëpinë.
E kisha ngatruar, e kam nesër, jam duke menduar t'ju flas apo jo, por në basi do ta vendos në një moment tjetër. Nuk është dhe një që kush di se qarë, se jeni dëgjuar e parë që të ndej, por nuk është reklam, është eksperiencë personale, kështu që do ta mendoj. Në base nëse zgjohem mirë, mund të drejtoj dhe flokët nesër, se zakonisht djelave pi nga një kafe kështu vetëm e dua thjesht qetësi, pa fëmijët pas një gjë, edhe më shijon. Mbase shkoj takoj atë shoqen parukerin që hapi parukerin e vet. Nuk e di në çfarë ore e hap ajo, nëse do mundem do shkoj ta takoj nesër sepse kam lënë nam. Realisht kam qenë shumë e zënë, nuk edhe se mu lëdh dora duke mbajt telefonin. Atë lullën më adhuroi kolegja ime për vitin e ri edhe gjitha dhuratat e tjera i kam futur poshtë pemës. Sa do rezistoj unë pa i hapur derisa të vinë Krishtlindje, nuk e di, po disa i kam parë që janë të hapura, se janë ëmbëlsira kryesisht, çokolata e gjëra kështu, por jam shumë e lumtur. Tani, kalojmë nga një temë në një temë tjetër. Çapaqullat po shikojnë YouTube, kanë parë filmin e Grinchit, doja ta shikoj edhe unë, po s'më doli koha, sepse vura perdet tek dhomat e gjumit, se erdhën ato tubat e perdeve. Ne i themi shkop perdesh nga zona ime, nuk e di se si mund të quhen ndryshe. Po e dini ju se çfarë janë, edhe nëse nuk quhen ashtu. E kuptoni çfarë janë, nuk ka shumë rëndësi. Kështu që nuk më doli koha ta shikoja Grinchin, edhe besoj që do shikoj Big Brother, por duhet edhe të editoj. Po, ajo që doja të thoja ishte për një koment tek video e shtëpisë nga dikush që quhet My Name, edhe ca prapashtesa nga mbrapa, që si vajon mirë tani që thoshte, ke e bleve shtëpinë, sa mirë, edhe pastaj një koment tjetër, apo nga canceli, ha ha ha. Tani cancel për ata që nuk e dinë është bashkia. Dhe në çdo shtet të botës, bashkia e ka për detyrë të ndihmojë ata që në një situatë të ndryshme nuk mund të gjejnë shtëpi me qira. Ne kur lëvizëm nga shtëpia ku ishim, kur landlordi vendosi ta shiste shtëpinë dhe në atë kohë unë nuk punoja dhe të gjitha agjencitë kërkonin që të dy partnerët të ishin në punë, sepse është si garanci, ka ndryshuar shumë gjëra, kështu që ne kërkuam ndihmë nga canceli për të gjetur shtëpi. Pse mami? Është okej. Edhe ka shumë variacione të bashkisë që janë të lidhur me private landlords, me pronar privat, edhe që nuk kërkojnë garantor, kështu që mund të futesh dhe në listën e tyre dhe ata të sugjerojnë ku si tek qysh. Dhe nuk e kuptoj se çfarë ka për të qeshur edhe nëse do ishte shtëpi canceli, ose sepse edhe shtëpitë e cancelit paguhen, me sa di unë, dhe me sa kam parë e dëgjuar e lexuar, kështu që unë nuk jam këtu për të treguar, sidomos ty që nuk shkruan me emrin edhe mbiemrin tënd, se mbaj mend që ke komentuar edhe herë të tjera në video. Nuk jam këtu për të treguar sa fitoj, çfarë bëj, si i marr, ku i çoj dhe të gjitha planet e mia, por thjesht ajo i qeshura, domethënë ishte shumë pa lidhje. Nëse ti je nga ata persona që ke një shtëpi canceli që nuk paguan asgjë, sepse ka dhe nga ata, shumë mirë, mbase nuk e di si mund ta kesh pasur ti situatën, por të kesh një shtëpi nuk është nga canceli, sepse ti e paguan qiran, nuk është me qiran e tregut normalisht, është disi më e ulët, por që nuk e di ku mund të jetë problemi nëse do ishte e tillë, ose nëse ti gjen një shtëpi me qira dhe e paguan vet, ose nuk e di. Unë për vete kam 3 vite, 4 vite që jam në Angli dhe nuk kam bërë akoma një vit që punoj dhe jam shumë krenare për veten time, nuk jam ndonjë bose, as nuk promovoj ndonjë jetë luksi këtu, që të them që bleva shtëpi edhe bla bla bla.
Edhe as nuk kam në plan të ble një shtëpi tani, edhe nëse do kisha mundësi, por kështu nuk jam ndonjë bose, po ashtu njoh edhe njerëz që hiqen si bos, po që nuk kanë një shtëpi që paguajnë shumë pak, për shembull, ose që miliona raste pafund. Gjithsesi, ajo është puna e secilit, është xhepi i secilit, është mundi i secilit, kështu që është mirë që kur e shikon tjetrin që është i lumtur, edhe që po bën diçka që i pëlqen, sepse ty apo dikujt tjetër ndoshta si pëlqen fare shtëpia ime, ose nuk e di, për mua përshtatet sepse e kam thënë, është zonë fantastike, edhe më e mirë se sa zona ku kam qenë kur kam ardhur në fillim, pavarësisht se ajo zonë ka një vend shumë të veçantë në zemrën time, por shumë afër me këtu ku jam. Edhe me punën, edhe me shkollën e fëmijëve, kam afër shkolla shumë të mira edhe për më vonë për fëmijët, që ka shumë rëndësi. Edhe kam dritë dielli rreth e rreth në shtëpi, kam një balkon, edhe për momentin këto janë kërkesat e mia për një shtëpi. Qoftë një shtëpi me qera, qoftë një shtëpi që t'i gjen nëpërmjet kancellit dhe paguan qeran po ashtu. Kështu që i dashur my name, vendos njerë emrin tënd aty dhe mbi emrin, edhe kur ke një koment për të bërë, edhe si ky që ke bërë, të paktën dil me emrin tënd që nuk e imagjinoj dot domethënë që të mos kem një identitet. Për mua kjo është gjëja, nuk blihet me asnjë gjë. Të kesh një identitet dhe të dalësh, të shohësh njerëzit në sy, t'ju flasësh pa t'u dridhur qërpiku, edhe të mos kesh asnjë lloj nuk e di, jo frike, se nuk është fjala e dur, po asnjë lloj pengese, asnjë lloj gjëje, t'jesh e lirë edhe të dalësh krenare me fytyrën edhe me emrin tënd. Kështu që nuk e di, mbase do komentosh prap, sepse ajo e qeshura ishte pak si pavënd. Janë komente shumë të shqiptarëve të para një shekulli që kanë ardhur këtu, dhe që i mendojnë gjërat siç kanë qenë atëherë, por gjërat janë shumë më ndryshe. Kështu që uroj të jesh mirë dhe të kesh një shtëpi siç ti e ke dëshirë, edhe me lumturi, edhe të kalosh festa të gëzuara në shtëpinë tënde, me hallet e tua, me të qeshurat e tua, me të gjitha gjërat e tua. Tani unë kam ngrënë atë supën e pulës që kishte dalë fantastike. Roeli me Alinën bën shumë naze, nuk e ha sa e pan. E than të dy, kështu që më pihet shumë një kafe, se s'kam pirë që kur isha me mamin e Grace të Këndi Lojrave, që nuk filmuam asnjë gjë, se u humbëm në muhabet. Edhe por është vonë që të pi një kafe. Nuk e di se çfarë do bëj, mund të ha ndonjë frut të thatë, sepse dua diçka të grits tani. Hame, cringe. Edhe kështu, kam ndruar edhe çarçafët, edhe do fles sonte, për qef. Kujdes mami.